nga gjitha gjërat që i shoh në jetë edhe brenda politikës, unë kam parë plot personalitete ose personazhe që dojnë me kriju një aksident për një situatë. Dhe po më duket më vjen keq, po ti je një prej aksidenteve, për arsye se profili jot nuk më bin që ti do konkurosh edhe duhet konkurosh si përkryetar të Partisë Demokratike. Nuk mundesh, jo vetëm pak. Demokratët, ti nuk je demokrat. Jo, ku e din ti çka jam, ku nuk e din ti çka jam. Të bin atë vesh jam rrugën e duhur. Jo, në rregull është. Do kisha problem me demokratët. Kisha lutë të dëgjova, s'ka problem. Jam në linjën e duhur. Okej. Unë me qenë se unë po flas ti në linjën e duhur, në rregull je. Në rregull jam me atë. Por unë as po du të ndihmoj, po du të flas me shikuesin si ndërmjetësues i këtij diskursi dhe atyre që na ndëgjojnë. Dhe ajo që mu më pengon është që aksidentet e krijojnë një proces demokratik. Po nuk ta lejoj unë ty ta shuash aksident, sepse procesin politik të Partisë Demokratike nuk je pjesë. Që përsa po nuk je pjesë. Jo, po unë desha të them që ti po jo të lutem. Ti ma lejo apo mos s'ma lejo, s'është se kam ky problem. Përsa ko jam e ftuar dhe ti po flet për mua, nuk mund ta lejoj. Mund të ta lejoj. E çfarë them pra që ke drejt. Po, okej. Ne të urojmë. Jo, unë mund të them që ke drejt edhe konkurro do fitosh, s'ka problem. Po atë unë kam probleme fjalit e mia dhe me shikuesin. Duhet hapur gara në një parti dhe pa diskutim të luftoj për atë çka unë respektoj secilin që e bën një garë politike dhe hyn në betejë për të fituar diçka. Por brenda kësaj gare, çdo njeri që hyn në betejë hyn për të fituar. Dhe unë kam bindjen e plotë që pa diskutim që mund të fitoj. Përsa ko ka marrë këtë iniciativë për ta sfiduar lidershipin aktual të Partisë Demokratike. Unë kam besim të vetja ime dhe kam besim të gjitha do demokratë që në shkruaj se kam binime mesazhe çdo ditë nga demokratë antar Partisë Demokratike. Nëse yllit lejon që ti të vazhdosh me poezi, vazhdo. Po unë poezi nuk e kam ndërmend me ndëgju. Po mos e dëgjosh, problemi jo, mund të shohësh edhe të vazhdosh. Po mundohem ta ndihmoj shikuesin. Një nga njerëzit të rëndësishëm të Partisë Demokratike baton se ndoshta edhe ne kemi gabimare. Se kjo ka drejtën e vet, bëj dhe mbledh mos fitoj. Po flas për drejtën, po flas për aksidentin. Dhe unë po flas Edmond Spau, nga njerëz që ka tërë jetën në Partinë Demokratike dhe është larguar çka më thot. Alesia, të lutem. Nuk e pjesë e formacionit ku mund bëj pjesë nderuar. Një sekond. Se ka dhe një këndvështrim të tillë që këndvështrimi i Alesias. Me gjithë respektin për ju. Alesia, të lutem, a mundet këndvështrimi i Alesias është i njëjtë me këndvështrimin e Edmond Spaus, i cili më shkruan, nëse PD është në rregull, ka kuptim vërejtjet që po i bëni. Vërejtjet që po bëni ju kanë kuptim. Kush? Është në rregull. Që bëjmë. Apo kjo? Kto që thua ti, zotëri, më thua. Tani, çfarë rrugë duhet të ndjek kjo për të kundërvënë maskaradës që bëhet në PD? Përveç gjykatës, çfarë të bëj ajo? Nëse nesër nuk e lejojnë të konkurroj, ndoshta del partin vetë thotë nëse nuk e lejojnë të konkurroj nesër, pasi 23 majit. Por tani kjo këtë ka fuqi të bëj, këtë ka mundësi. Është dhe ky këndvështrim. Ylli, në përvojën që kemi në jetën publike. Unë e ti edhe se cili që jemi këtu. S'po kemi një senzor dë vogël me gjyku dhe kemi drejt për mes ati senzorit me gjyku, a është një gjë serioze apo aksidentale. Ma s'lutem, s'kam qef me u ofenduas nga as kush, kur unë jam i bindur i vetëdijshëm që apo tham. Qertë. Dhe i aksidentin, une nuk munde me folë. Edhe ta lem atë të mendojë Alesia, une mund të thëmë fjalët më të mira për ty. Nuk kam marrë të flasë për këtë pjesë këtu. Atë pjesë e vendosin demokratët e vendosë vota. Në qësë të nuk marrë votat e njësin garë dhe kash mbaron. Ajo le të marrë 0 vota, mo? Po le të lejoje. Jo atë Saljanin tjetër. Jo bëse, edhe do të me një arsytim publik më ylli, se s'mundemi me kështu del dikush dhe thot, familja ti është e korruptume, kjo është e korruptume, pa paradigmë politike. Qysh mund është ti në garë pa paradigmë politike? Me qka do të dysh në garë ti? S'kam nuk ka kuptim. Para fabrikatët dhe të shkallë kandidaturës.
Lutem se jam dhe në lidhjen A pse, ja Të konkludojmë, jo me falë, ja ku shembulli. Se Zoti Qorri thot, se mu nuk më japën hapësira. A dim se Zoti Qorri nuk më japën hapësira. Për arsye se janë ndërtrallë që e kini paradigmë në vazhdimësi politike. Dhe a dim se kësa i japën hapësirë në askush? Kush jepë? Vetëm unë e kam zirë tyrë. Po jo ma s'është ashtu. Pe më thuaj, Fletë, ja ku e ke jashtë. Nuk është Ke hapësira në media? Po bato, unë e kuptoj që unë jam me Berishën, s'ka problem, në regull jam, me Berishën jam. Nëse do më tha atë, s'ka problem. Berishën t'i tani po. Vazhdo diskursi, Nëse të bën shumë mirë. mund të them Po e tani bën që shërbimin e radhës shumë mirë. Alesja, unë e po thëmë që kush... Jo, po nuk të lejoj tani Por Alesja, më shkruajnë që Alesja ka guximin e, kur të tjerë theshtin. Si mund të thosh më në këta? Se qa bën me guximin? Ti ke dëshirë të merresh me mua individualisht dhe të krahasosh tani hapësirën time mediatike, unë në për emisione... A bon t'ja bëjmë 2-3 pyetje, a bon 2-3 pyetje t'ja bëjmë që ta kuptojmë pse po konkuron. Kështu që du, po nuk të lejoj të shpifësh tani, se jam dhe në Skype. Qa shpifa unë e hajtë ma thuj? Qa Po shpifa? pra këtë pra që po thua për pjesën e kohës televizive, unë kam dalë në emisione pa shumë pjesë e PD-s, që kur kam botuar librat e mia dhe kam dalë si profesioniste, si avokate, mund të hysh në YouTube. Kliko, qartëso me vetveten, pastaj mund të flasësh aty me sigurinë tënde më të plotë. Qa do të presim A bëj qefin, por... Nuk kemi ardhur këtu të flasim për minutazhin tim politik apo minutazhin tim Jo, mërë, unë nuk e mbati... Nuk është lisën që Jo, ka unë usuar nuk e... demokratike. Tani nëse ti do ta kemi edhe bësh një personale, Spiropalit. mund ta vazhdojmë në moment tjetër këtë Ke debat. drejt. Sot nuk kam marrë flas për minutazhin tim. Sot i shohri normalisht. Keqja me mediumit... Alesja, se na iku unë vetëm një pyetje kisha këtu, e kisha më shumë çditi për këto që bisedojmë me doktorin, se na iku biseda. Na iku se unë po kritikoj një kolegët, na iku biseda. E keqja jonë ylli këtu se krijoj marmiq pa dashje. Unë s'du me qenë armiq i kësaj. Jo, ti do të... Problemi është që unë nuk mund të heshti me një gjë që s'ka kuptim. Unë e kuptoj që je i porositur, sepse normalisht e ke këtë detyrë. Më thuaj qatë dush, detyre kanë pagu, s'ka problem, qatë dush tuj. S'ka problem, po une po të më shiroj për ato që... Pra, Spao më thot, seriozët po heshtin tëtë. Kjo po vepron pavarësisht çfarë themi ne. A tha Batoni që Berishës i vlen opozita? A e sulmoj Berisha? Këtë po thot dhe kjo thot. Po, qa po thot? Këtë po thot më që... Këtë që ati që Berisha i ka marrë gjitha të po t'i ikim ti momenti... Sot të mision e ka marrë detyrë... Ti ikim, Alesja... Turoj që të zgjedhë shkryetare, qa me thonë? Turoj me zemë. Tani, një sekundë, nuk e mendoj unë. Atë statut e kanë votuar 10.000 antarë dhe 5.000 delegatë. Kështu që nuk e mendoj unë. Është e shkruar dhe propozuar nga demokratët dhe nga vetë Berisha. Kështu që unë thjesht po zbatoj rrugën juridike në mëngjes të rrugës demokratike që O, ma jap mendimin se si do e ndryshosh Partinë Demokratike, nuk po m'interesojnë. Ato do ta shpalos programin tim, Baton, ju tek ju. Mirë, okej. Në rregull. Jo, në rregull, s'ka problem. Unë mendoj që ti ikim këti momenti, Alesja faleminderit, unë e të urojmë të bësh maksimumin e mundshëm, po ne me që kemi parë në këto 3 vitet, pse ti themi këto gjëra, se ne kemi parë grupe armiqësore pa numër të atë gjitha që dalin nga doktori, po dhe nga grupet, nga partitë e tjera, kjo është Shqipëria e të gjitha dhe ti me moshën, me forcën, me këto të gjitha, përpiqu me të gjitha mënyrat, po të presim dhe datën. Faleminderit. Yllit falenderoj.